Antarët e shoqatës miq të familjes Biden kanë vendosur sot lule para obeliskut të Joseph Boe Bidenit të tretë, i biri i ndjeri ish presidentit amerikan Joseph Biden. Homazhet për Boe Bidenin, i cili në kuadër të OSBE-s kishte ndihmuar ndërtimin e institucioneve të drejtësisë menjëherë pas luftës në Kosovë, janë organizuar në kuadër të ditës së patriotëve amerikan, që në Shtetet e Bashkuara shënohet zakonisht në të hënën e 3 aprillit. Kemi vendosur një kuror për Boe Biden, djalin e ish presidentit Biden. Sot është edhe dita e patriotëve amerikan dhe nga këtu i falenderoj gjithë popullin amerikan, në veçanti patriot amerikan, gjithsesi Boe Bidenin. Idrizi ka treguar edhe projektin për ndërtimin e asaj që e ka quajtur shkollë të miqësisë, ku parashikohet që paqëruajtësit amerikan ta mësojnë shqipen. Objekti do të ndërtohet prapa obeliskut në parcelën prej 4 arish që shoqatës ja ka ndarë kuvendi komunal i Ferizajt. Aty do të jetë edhe selia e shoqatës. Ktu kanë hop 2 klasë. Një klasë në gjuhën shqipe dhe një në gjuhën angleze. Se për këtë klasë në gjuhën shqipe kemi premtimin nga profesorët e shkollave tona që kanë më dhënë mësim falas, kurse sa i përket mësimit në gjuhën angleze kemi premtimin nga Bonsilli, kvori amerikan, ata të cilët kanë më dhënë gjuhën angleze falas. Edhe Fadil Halili nga shoqata miq të familjes Biden ka falendëruar popullin amerikan dhe sidomos familjen Biden, e cila kishte qëndruar në Kosovë gjatë shpalosjes së obeliskut për nder të birit Boe, i cili vdiq nga kanceri. Kjo do të jetë shtëpi e përbashkët që do të kultivoj dhe thelloj marrëdhëniet në mes të dy popujve tanë, ku me këtë simbolik sa do pak të kontribuojmë në gjeneratat e ardhshme për të kultivuar dashuri për ata që e kishim krahë në ditët më të vështira. Ne si popull jemi mirënjohës, ndaj ftojmë donatorët që të bëjnë realitet këtë nismë tonën. Magjistrali Ferizaj Gjilan ban emrin e tij. Drejtuesit e shoqatës kanë thënë se kanë marrë përkrahje nga kampi Bonstill dhe nga ambasada amerikane në Prishtinë për projektin për shkollën e miqësisë, por u kanë bërë thirrje donatorëve që ta ndihmojnë realizimin sa më të shpejtë të këtij projekti. Shkolla si shkollë do të quhet shkolla miqësisë.